Shqiptarët e Kosovës zgjedhin masivisht Shëngjinin, përbëjnë 65% të pushuesve aty. Shëngjini vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushuesit nga Kosova, të cilët edhe këtë sezon veror kanë zgjedhur Bregdetin e Lezhës për të kaluar pushimet, plazhet, mikpritja, infrastruktura e përmirësuar dhe afërsia me Kosovën janë nga arsyet që bëjnë ata të rikthehen vit pas viti. Operatorët turistik tonë se sezoni po zhvillohet me ritme pozitive, ndërsa pjesa më e madhe e rezervimeve vijon të vinë nga pushuesit e Kosovës, të cilët mbeten grupi më i madh i vizitorëve në këtë zonë. Edhe pushuesit nga Kosova shprehen se Shëngjini është destinacioni i tyre i preferuar. Ata vlerësojnë pasërtinë e plazheve, atmosferën familjare, shërbimin dhe mundësitë e shumta për të kaluar pushimet qeta pranë detit. Shifrat e muajit korrik konfirmojnë gjithashtu ecurinë pozitive të sezonit turistik. Krahasuar me njëjtën periudhë të vitit 2025, numri i turistëve është rritur me 5%, pushuesit nga Kosova vijojnë përbëjnë 65% të totalit të vizitorëve, ndërsa 20% turistë të huaj kushpikasin vizitor nga Gjermania, Polonia, Italia, Çekia, ndërsa 15% pushuesve janë shtetas që banojnë në Shqipëri. Rritja e numrit të turistëve dhe prania gjithnjë më e madhe e vizitorëve nga vende të ndryshme evropiane konfirmojnë se Bregdeti i Shëngjinit po forcon pozicionin e tij si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike.